i kontinentit? Pa asnjë dyshim. Serbia është një vend, ne kam thënë gjithmonë, një vend vile disa herë këtu në Francë më kanë marrë për keq. Se këtu si kudo ka shumë intelektualist, zonjusha intelektualiste që preokupimin kryesor nuk kanë thelbin e gjërave, po kanë shfaqjen e tyre të jashtme, kanë lingvistikën disa herë. Po të thuash, tash nuk thonë më, po përpara po thoshe genocid, po teprohet, po të krahasoje stalinizmin me fashizmin, se po teprohet, po të krahasoje regjimin Miloševićit me stalinizmin, mos po e teprojnë, domethënë gjithmonë një farë frenimi meskin për të thënë të vërtetën. Kjo tash sa i ka dalë, i ka dalë boja, kjo është ka përcyer, po për fat keq kjo ka bërë shumë dëme, domethënë. Regjimi Miloševićit është regjimi i fundit stalinist në Europë, është stalinizëm i përzier me nacionalizëm dhe fashizëm, çka nuk e dobëson karakterin stalinian të tij, përkundrazi e forcon dhe më shumë. Sikurse në Rusi, stalinistët janë bashkuar tashti me nacionalistët e tërbuar, bashkë me një turmë disidentesh në thojza, të cilët pas kanë qenë disident për hesapet e tyre si duket, dhe tash nxorën një fytyrë kaq të shëmtuar që askush s'mund i besojë më se kanë qenë disident. Kanë qenë disident për llogaritë e tyre, për çmirën e tyre, janë disident që shohin masakrat kundër popujve të tjerë, nuk u bën asnjë përshtypje. Prandaj këtyre disidentëve rus sovjetik të mëparshëm nuk mund të besohet më për asgjë. Po lufta që merret, masakra që Serbia ka shpallur kundër shqiptarëve të Kosovës, ju duket një luftë raciste? Është një luftë raciste dhe më keq se raciste, domethënë është luftë e një racizmi të lindur nga një kompleks, të lindur nga një popull që ka qenë i shtypur dhe i përbuzur, natyrisht padrejtisht, s'mund të themi se ka qenë kur s'mund pranohet kjo gjë, ka qenë një fatkeqësi për popullin serb, por ajo që ka ndodhur tashti është një, unë e kam thënë dhe në shumë shkrime, është racizm i njerëzve që kanë vuajtur nga racizmi, nga versionet më të këqij të racizmit. Se është racizm me një revanshizëm jashtëzakonisht me dozë të lartë. Urrejtja e disa sllabëve të jugut, se nuk janë të gjithë që urrejnë shqiptarët, kryesisht janë serbët, diçka dhe 2-3% të tyre, por nuk e kanë bullgarët këtë urrejtje, nuk e kanë kroatët, nuk e kanë slovenët. Pra urrejtja e një pjesë e sllabë të jugut për shqiptarët është urrejtje raciste e lindur nga një kompleks i keq komunist dhe fshatarak i përzier. Një përzierje e shëmtuar, domethënë një përzierje ku ka xhelozi, revanshizëm, etje për të bërë ata vetë, etje për të shpëtuar nga një poshtrim i së kaluarës, dhe këtë shpëtim e gjejnë që ata vetë të bëhen xhelat. Se kujtojnë se të jesh xhelat është një shkallë superiore në krahasim me një popull tjetër. Domethënë për të konfirmuar që dhe ti je i fortë, dhe ti mund të bësh diçka, dhe ti mund të afirmohesh në diçka, dhe për të treguar shqiptarëve që ju keni qenë dikur, sipas mendjes tyre, zotët e Ballkanit, ose keni qenë dalluar në Ballkan për shkak të disa posteve që kanë pasur shqiptarët në perandorinë otomane, që si kanë patur vetëm ata, i kanë patur edhe të tjerët. Pra, domethënë, ne tash ka ardhur rradha jonë të jemi zotrinj. Domethënë, në mentalitetin primitiv serb është ky ndrim rolesh. Ne u bëm zotrinj dhe ne do t'ju marrim shpirtin tash, të paguani për atë kohë kur ju keni qenë të tillë. Cilët janë Pons Pilatët e sotëm, ata pseudo të paanshëm, të cilët nuk duan apo nuk dinë të dallojnë